Dy persona, shtetase Klaudia Nushi, 25 vjeç dhe Atile Toska, 66 vjeç nga Tirana, humbën jetën në një aksident automobilistik në aksin rrugor Prenjas Qaftan, në vendin e quajtur Urak. Pjesa më e madhe e udhëtarëve ishin pensionistë që po shkonin në Strug për festat e 7-8 marsit. Ndërkohë, sipas policisë, 17 persona të tjerë janë plagosur rënd në këtë aksident dhe janë dërguar të gjithë në spitalin e Librazhdit për të marrë ndihmën mjekësore. Drejtoria e policisë e Elbasani njofton se komisariati i policisë Librazhd kishte marrë njoftim për një aksident në Urak. Pasi mbërriti në vendin e ngjarjes, policia konstatoi se një minibus me targa AA 074AX me 19 persona në bord me drejtues shtetasin Bajram Kodra banues në Tiranë. Mjeti me të cilën ata po udhtonin doli nga rruga, u përplas me një shtyllë elektrike e më pas u përmbys në një kanal. Nga informacionet paraprake rezulton se një mjet tjetër tip Ford me targa AA 803CT dyshohet të ketë qenë dhe shkaktari i daljes së minibusit nga rruga. Pasi dyshohet se ky mjet i ka dalë përpara duke i prerë kështu rrugën. Ndërkohë policia e cila ka mbërritur në vend ngjarje vazhdon të kryejë procedurat hetimore për të zbardhur të gjithë ngjarjen e plot. Sa kaq, bëhet me dije se personat e plagosur janë në kontrollin e mjekëve dhe po mbahen në vëzhgim. Viktima e parë, 25 vjeçaria Klaudia Nushi, ishte dhe organizatorja e udhëtimit.